Zëvendës ndihmës sekretari i përgjithshëm i NATO-s për partneritete Kevin Hamilton deklaroi në Prishtinë se Alianca nuk do të thellojë disa aspekte të bashkëpunimit me Serbinë derisa të sigurohet përgjegjësia për incidentin e vitit 2023 në veri të Kosovës. Ai përmendi veçanërisht sulmin në Banjsk dhe përplasjet në Zveçan, duke theksuar se NATO pret që autorët dhe organizatorët e këtyre ngjarjeve të përballen me drejtësinë. Sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it ishin plotësisht të papranueshme. NATO pret përgjegjësi dhe drejtësi, tha Hamilton, duke shtuar se mesazhi i njëjti është përcjell edhe autoriteteve në Beograd. Sipas tij, Alianca synon marrëdhënie transparente dhe pozitive me Serbinë për disa fusha të bashkëpunimit, të cilat nuk mund të ecin përpara pas zgjidhjen e këtyre çështjeve. Ai theksoi gjithashtu se kjo lidhet edhe me mundësinë e një programi të përshtatur individual të partneritetit mes Serbisë dhe NATO-s. Hamilton akuzoi gjithashtu Rusinë për përhapje të dizinformatave dhe aktivitete hibride në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke thënë se ato synojnë të nxisin ndarje dhe pakënaqësi. Ai theksoi se NATO po bashkëpunon me institucionet e Kosovës për të forcuar mbrojtjen ndaj kërcënimeve kibernetike dhe dizinformimit, ndërsa siguria dhe stabiliteti në rajon mbeten prioritet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s për partneritetet në një intervistë të mëhershme për N1 gjatë vizitës në Sarajevo deklaroi se Alianca mbetet e përkushtuar ndaj stabilitetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe nuk do të lejojë krijimin e një vakumi sigurie në vend. Zyrtari i lartë i NATO-s theksoi se Alianca do të vazhdojë mbështetjen për kapacitetet e sigurisë së vendit, por njëkohësisht pret që partnerët të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre, përfshirë rritjen e buxhetit ushtarak. NATO ka ofruar gjithmonë ndërtim kapacitetesh dhe ndihmë për sigurinë, por kjo do të vazhdojë. Por tani presim më shumë kontribute nga partnerët vetë, u tha në intervistë, duke theksuar se investimi në stabilitetin e brendshëm forcon dhe sigurinë e të gjithë Europës. Sipas tij, Alianca po kalon në një moment dhe një model ndihme një kashe të një sistemi bashkëpërgjegjësie ku partnerët e Ballkanit Perëndimor pritet të kenë një rol aktiv për sigurinë e tyre. Ai shtoi se NATO pret nga Bosnja-Hercegovina përmirësim të bashkëpunimit ushtarak përmes programeve të reformës së mbrojtjes dhe të programit të partneritetit të përshtatur individualisht që përfshin bashkëpunim në fushat të sigurisë kibernetike, kërcënime hibride dhe menaxhimin e krizave.